Nesër në orën 11, fikim për 5 minuta makinat kudo ku jemi. Tregojmë dinjitetin e shqiptarit, forcën e shumicës për të mbrojtur familjen dhe vendin. Pranvera e protestave po nis dhe ky regjim antipopullor do të ndalet. Lideri i opozitës Lulzim Basha ka ftuar kështu të gjithë qytetarët i bashkojnë protestës së parë të opozitës për këtë vit. Protestë e cila nuk do të jetë vetëm për çmimin e naftës, por për të gjitha taksat që ka rritur qeveria Rama. Nesër në orën 11 do të mbajmë protestën e parë masive dhe demokratike të këtij sezoni protestash për të drejtat ekonomike dhe sociale. Shqiptarët do të protestojnë, jo për pushtetin e dikujt, por për veten e tyre, për fëmijët dhe prindrit e tyre, për një jetë dinjitoze që e meritojnë. Basha është ndalur tek boshti i protestës së të hënës, që është çmimi i naftës, duke argumentuar se 2 herë në 2 vitet e fundit qeveria ka rritur taksën e qarkullimit e si rezultat shqiptarët paguajnë 1008 lekë taksa në çdo litër karburant. Kjo është mendësia që i shen njerëzit si sklevër të qeverisë, që nuk punojnë për veten e tyre, për familjet e tyre, por për taksat e pushtetit. Produktet bazë tjetës shtrëntohen jo nga tregu, por nga taksimi i pandershëm i qeverisë. Rast unik në Europë. Godet kriza, por godet pa mëshirë edhe regjimi Rama Meta. Protesta e 26 janarit do të shtrihet në akset kryesore të Tiranës si dhe në të gjitha qytetet e vendit.